Është çështje se kemi bërë përpjekje që të ikim fjalës dhunë. Cilat? Çka ka pas që u dash mu jek prej fjalës dhunë, të ikim fjalës terror, të ikim termit turqmir, ju mund të qashni sa doni, të ikim turq, sepse deri në vitin 1912, po, qejmë për shembull ndonjë term më të butë, ndonjë fjalë më të butë. Si fjalën dhunë, zoti Raçi? Dhunë? Po. Dhe që ka bërë Turqia rreth perandoria osmane më saktësisht 500 vjet? Pse mos përdorim për shembull edhe invazionin ushtarak? Çfarë invazioni? Çfarë ka lidhje invazioni me dhunën? Çu s'ka lidhje? Jo, ka lidhje, po nuk është ekuivalente. Për arsye se fjala dhunë, fjala terror, sigurisht se me siguri se prodhon paragjykime, ju lutem vetëm pak. Prodhon paragjykime se nuk ju ndryra unë jo as pak. Duket sa e di unë. Mirë, shpjegon ne çfarë është debati i hapur, po du më na shpjegu rekomandimet e sakta të komisionit për rekomandimet e sakta janë, domethënë, të heqet aty këtu fjala dhunuar edhe shumë gjëra. Hajde çka ka pas po pasakta. Për shembull, po të pasakta, sundimi turk, pse sundimi turk thuhet? Pse mos thuhet sundimi osman? Deri në 12 që ne kemi një perandori osmane. Kemi për preardhja shkrirje e turqve Selxhuk me turqit Oguz ka dhënë formimin e popullit turk, i cili pastaj e merr emrin sipas sundimtarit osman perandoria osmane. S'është gabim, si u përdor turk si perandoria osmane është njësoj. Shikojeni edhe tendencat e historiografisë bashkëkohore evropiane, gjithkund ka të shkruhet perandori osmane. Çfarë problemi ka këtu? Jo, s'është ka problemi, po të zëvendëson. Dhe unë mendoj se kemi bërë një sekundë, në qoftë se keni durimin të bëj një shpjegim kështu. Në ato tekste për hir të patriotizmit, që shpesh shqiptarët e kemi boshat e patriotizmin, po çka ka ndodhur para viteve në 1999, mund të arsituohet disi për shkak të nxitjes së ndjenjes kombëtare e tjerë. Është shkruar tekstualisht. Serbët ushtronin dhunë e terror mbi shqiptarët. Kjo është e pavërtetë, sepse rekomandimi i Këshillit të Evropës ishte dalloni ç'është pushteti serb dhe dalloni ç'është populli serb. Domethënë besoj Po. S'është gabim, si u përdor turk si perandori osmane është njësoj. Pastaj, vetëm edhe diçka. Kishte shkruar gjykatat serbe dënuan qindra shqiptar me 1000 vjet burg. Është e vërtetë kjo? Sepse gjykatat në Kosovë kanë dënuar më shumë se gjithkund dhe nuk ishin këto gjykata serbe. Po. S'është gabim, si u përdor turk si perandori osmane është njësoj. Është një draft i nënshkruar prej 3 vetave. Absolutisht. Njëri prej tyre Jellti. Tani e dini ku konsiston, nuk se mos krijojmë mjegulla, a dini ku konsiston kryesisht ndryshimi në këto pika? Konsiston që pushtuesi serb të zëvendësohet me pushtetin serb. Në faqen 83, rreshti i parë, në vend të shprehjes pushtuesi serb, propozojnë të zëvendësohet me shprehjen pushteti serb. Çfarë bëhet këtu? Unë për çfarë skandali shkencor? Publikut, po, skandali është shumë i madh. Serbët dhe maqedonasit thuhet pushteti i Serbisë dhe i Maqedonisë. Po, sepse pushteti ka dënuar politikisht shqiptarët. Në rreshtin 6, prit tash, në rreshtin 6 nga fundi i fjalës serb të zëvendësohet, në rreshtin 6 nga fundi të zëvendësohet me fjalën shtetror. Po, reprezentant shtetror. Se s'ka qenë serb. Të ikim termit turqmir, ju mund të qashni sa doni. Tikim turq. Po. S'është gabim, si u përdor turk si perandori osmane është njësoj. Mos krijojmë mjegulla këtu. Nëse diçka që është serbe zëvendësohet me antishqiptare, ose një serbe zëvendësohet me pushteti serb, dhe një antishqiptare serbe po ashtu zëvendësohet, bën zëvendësime në vend të serbat policor. A jeni ju për ta dalluar që është pushteti serb dhe që është populli serb? Që unë jam për ta dalluar. Jo, nuk keni batë. Po. S'është gabim, si u përdor turk si perandori osmane është njësoj. Dua urrejtjes fshihet pikërisht në këtë moment. Tu keni filluar, problemi për mua kur e projekton fajsin të një kolektivi. Problemi për mua nuk është populli serb, ka faj populli po pushteti, domethënë. Të ikim fjalës terror, të ikim termit turqmir, ju mund të qashni sa doni.